Në muajt janar shkurt, bizneset vendase kanë shitur 27 milion euro më shumë mallra se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Instat raporton për rritje të eksporteve, të cilat në janar shkurt arritën në 647 milion euro, por vijon kriza tek fasoneria që vijon me rënje të tregtisë. Energjia elektrike dhe grupi i produkteve ushqimore duket se po mbajnë në këmbë eksportet, duke patur kontributin kryesor në rritjen e vlerës së mallrave të shitur jashtë vendit. Në këtë 2 mujor kemi shitur 190 milion euro lëndë djegëse dhe 81 milion euro ushqime, pije dhe duhan. Ndërsa sa i takon importeve, në këto 2 muaj vendi ka blerë nga jashtë 127 milion euro, në rënje krahasuar me vjet ku në të njëjtën periudhë u blen 134 milion euro. Ndikim më të madh negativ në uljen e importit e ka dhënë grupi makinerive, pjesëve të këmbimit me minus 5.6%, ndjekur nga materialet e ndërtimit me minus 1.3%. Deficiti tregtar në muajt e parë të vitit ka rezultuar 630 milion euro, me rënje me 12.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, thot Instat.